Ti nuk duhet të rrish larg skenës. Absolutisht. Po, domthon ti je njëri i skenës dhe njëri që ke vlera në skenë. Po, sidomos në sensin e humorit. Me një treshe nga ato kolegët që kam mbaruar shkollën, Zamira kishte një ide që të lozim 4 veta bashkë të një kursi, të gjejmë një pjesë, po akoma se. Po çfarë do që të bësh ti i jep lezet? Çfarë do që të bësh ti i jep lezet? Goni për mendimin tim ka bo, nuk mund të them ka bo gabim, po ka bo gabim paktën për këtë, për fake offin ai i vuni kryqin për mendimin tim. Nëse. Për anën e shohut, pastaj si janë marrëdhëniet tuaja i dini ju të dy. Tash ti, më thuj çfarë do merresh tash? Çfarë do merresh? Më the përpara se të hyjmë në emision kam një gjë që nuk dua ta them, është sekret. Na e thuj, se s'ka më sekret, do ta marrin vesh, se pastaj t'jap 2 gota aty dhe e nxjerr të sekretin. Ashtu e nxjerr që ne e para unë, më lër të harruaj tash. Po ja. Më duhet pres, ftesa kam pasur shumë për të bërë një, domethënë për të lojtur një komedi tamam. Po. Qa do bësh një roja, kujdo? E zbulove ti tash? Po ja pa tash, unë tash... Kam këtë shpresën, po e di që do ta heqësh këtë pjesë. Po do ta hek, ja, myllë mikrofon do ta hekim këtë pjesë. Myllë, është off record. Po. U lejova ashashi mjekësor si thonë këti që s'të bëndëm. Medicinal, që vetëm të shëron, po. Kam përshtypjen që ata njerëz se kanë pavarësisht sa shbesh ajo shpun me shumë stres. Po, e vërtetë. Ndoshta në njëri nga ata do ketë nevojë dhe për të çlodhur edhe unë bëj 2 funksione, dhe ruaj parcelën, dhe kur vjen ai bëjmë një bisedë të bukur. Njëri nga pronarët, se ata do jenë shumë pronarë. Po ti mund sigur nga një orë me secili. Po ti me këta pronarët mund të kesh dhe përfitime. Po që përfitime, të thotë, ja doli rezultati shumë i keq, i mbjelli dhe son i këti fajet pse i bere për të qeshur fitarë. Roj parcelave të ashasit. Pagesa si është? Sherebel, nuk e di, po besoj mirë dhe. Mirë, po pa tjetër. Më mirë se pensioni special do tjetë? Po që, ka vendin e veta. Kur do vi mosha, po, kjo besoj mirë do jetë dhe kjo, se bëjnë një në i logaritë të thjesht, 1 kile, 1.000 sa për shumë. Sikur një 5% marrë si për 1 kile, sa kile shkojnë aty, po të shënësia, në ma kile e shes vetë, qa. Dalë më mirë. Gjevo, atëherë, një gjë tjetër, që do të thuash? S'kam, që them se t'je di unë, do rri sa di do më thrasësh prapë, më mirë. Më mirë t'i lejmë, po që do të rrasë prapë, që do vish prapë t'i nuk diskutosh. Mirë, shiko, po ka klikime që ju ka pëlqyer emisioni sot. Klikime do të ketë për te jella, jo për me. Jo. Ku dhe Gjeva? Me kënaqësi, sa herë të më thrasësh. Gjeva, shumë faleminderit. Bashkëvuajtës faleminderit. Po bashkëvuajtës, po mirë. As histori nuk tregova nga të Amerikës të dy. Po do i gazosh herë tjetër, dëgjoj. Po as bashkëvuajtës, po atë bashkëfajtore e pranonte, se mirë bashkëvuajtës. Po njësojnë ato pasaj. Po bashkëfajtore, se qa faj ke boti? Mbi emrat viren, si ti duash pasaj, po. Bashkë. Të mbetet fjala bashkë. Bashkë, domthon bashkë jemi në të mirë në të keqe. Bravo, kjo ka. Domthon ato dje të torturojshin dhe sot ne i themi faleminderit që na ke torturuar. Po bashkë jemi, prap bashkë, nuk ndahemi. Bëri një material pëllumkulla në Amerikë që u takua një nga ata që kish bërë burg me një nga ata etusët që i bente ato formalitetet. Formalitetet, po. Edhe ku ma kujtove formalitetet. Edhe u takuan, na dy u përqafuan, i tha, si e mirë, tha, sa ko ke, po benja 12 vjetë, tha. Me letrat me këto, jo, tha, akoma s'mi kanë dhe. Pse unë i mora që muajnë e pari, thot kjo etusi. Etusi, po. Si ti muajnë e pari, tha, unë kam 12 vjetë. Për shletë dhe mund të amba se ke vyryrë sa ne komunizmi. Gjigandi pëllum fulla.